pavarësisht çfarë do situate, qoftë e lehtë, qoftë e vështirë, qoftë me të humbë fëmijë, qoftë prindi, qoftë një divorc, qoftë një largim nga puna, se ka njerëz që i përjetojnë mënyra të ndryshme. Krejt janë humbje. Ma shumë se vetja, mu nuk më ka ndihmuar askush tjetër. Unë të vetja, kretë rasisht e kom pas lexuar një libër për vetë shërimin, që mu më ka nxit mandena me hulumtu çka është vetë shërimi si term, se nuk është shërimi veç përmes ilaçit ose përmes një njeri tjetër. Pa dashur vetë, unë nuk mendoj që asnjë mjek sado i fuqishëm ose një psikolog me seancat më të mahnetshme nuk mundet me ndihmu pa dashur vetë. Edhe nëse kemi pas përkrahjen e krejt familjes, krejt rrethit, krejt njerëzve, nëse ti nuk vendos të vetja vetë me u rikuperu prej qasaj, atëre mendoj që nuk është, mundet me qenë veç me kalune për to, po ka me qenë dikon ajo plagë mrena ajo fill. Nuk ka kur gjë që s'arrihet. Unë e kam kështu si mato për derisa jemi gjallë, na kemi me pas të lloj raste. Qoftë dikush provohet me smundje në trup, dikush provohet me situata materiale, dikush provohet me prind, po edhe dikush provohet me fëmijë. Kështu që secila dhimbt duhet me di që e ka një dhimbtë hala më të madhe. Edhe krejt njerëz kanë lloj situata, po tashti nuk do me thonë që dikush bën të mira, edhe ka me pas jetë mirë, dikush nuk bën të mira, edhe ka me pas të lashet. Nuk i zgjedh kërkush problemet, nuk i zgjedh kërkush humbjet, nuk i zgjedh kërkush vdekjet. Ato vijnë një pjesë e jona dhe na nuk mujmë ik diçka që është e jona.